Ju përshëndes zonja dhe zotëri, njoftoj të na ndiqni, do të fokusojmë bisedën në vazhdim me momentin e mbylljes së sesionit parlamentar, po jo vetëm, do të përpiqemi të fokusohemi edhe tek institucionet e drejtësisë dhe jo vetëm. Lejoni të prezantoj Gylsen Zhllima, avokat, mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zhllima, si duket mbyllja e këtij sesioni parlamentar, pak më i gjatë se herët e tjera, ndoshta edhe nga zhvillimet në bulevard, hyn në muajin e tretë, rezistenca qytetare. Ndërkohë, në seancat e fundit plenare ne kemi diskutuar së bashku, kanë raportuar ato që janë institucionet më të rëndësishme të drejtësisë. E rëndësishme është që ky sesion mbyllet me një ngjarje tepër të rëndë për sa i përket reformës në drejtësi, që është pikërisht mosdhënia e autorizimit për arrestim të zonjës Balluku. Pra do të thotë që drejtësia e Partisë Socialiste erdhi fundi për sa i përket pjesës së mashtrimit që është bërë her pas here për një drejtësi e pavarur e paanshme që nuk pengohet nga Partia Socialiste. Pra janar korrik 2026, treguesi i qartë që gjithë propaganda e një drejtësie të pavarur, e investuar amerikane, e europiane dhe në fund fare u rrëzua nga vetë paralajmërimi i zotit Rama ose më mirë qëndrimi i tij në grupin parlamentar socialist që ne nuk japim autorizim të pakontrolluar në rast se cënohet interesi i oborrit qeveritar. Pra ishte fakt konkret. Pra, për ata që kanë mashtruar shqiptarët, që SPAK-u ose reforma e re në drejtësi do të ishte një institucion që nuk do të vihet në diskutim nga politika dhe sidomos nga qeverisja aktuale, dështuan. Pra, ishte fakt konkret që ata mashtruan. Po a bashkë me këta, mashtruan edhe disa analistë që kur arrestonte Sali Berisha, Ilir Meta, edhe shumë eksponent të tjerë që procedoheshin penalisht nga radhët e opozitës, i bënin fresk nga mjesi deri ndark SPAK-ut, ndërsa sot që ka një situatë që janë me këmbët e tyre në gropën që ata vetë kanë bërë kundër vetës tyre, sot ne tregojmë qartë që ata kanë ndryshuar linjën e mbrojtjes ndaj zotit Brao apo ndaj SPAK-ut dhe reformës në padrejtësi në tërësi. Që do të thotë është treguesi i qartë që ky sesion parlamentar për sa i përket zgjatjes së afatit të hetimit nuk është asgjë. A vajti sot zonja Balluku apo nuk vajti? Për të marrë njoftimin e akuzave të tjera nuk ka pikë vlere, sepse e rëndësishmja është që te ky sesion parlamentar u rrëzua ajo propagandë e tmerrshme që drejtësia shqiptare është një drejtësi e cila është e pavarur dhe paanshme. Mashtrimet ran dhe doli në pasqyrë ose në figurë ose në fytyrën e tyre e vërteta reale, që procedimi penal ndaj Berishës dhe ndaj Metës ishte qartësisht një objektiv që zoti Dumani e ka bërë për shkak se zoti Rama ja ka kërkuar dhe është e qartë që te zoti Berisha dhe te zoti Meta, çuditërisht, zonja Gjoka kishte dosjet edhe të njërit edhe të tjetrit për ta mbajtur peng të gjithë procesin. Është shumë e qartë kjo gjë. Pra, mos të mashtrojmë veten sikur kemi një drejtësi e cila nuk është në varësi të politikbërës dhe sidomos të qeverisë aktuale. Pa autorizim, Zhllima, por edhe me autorizim, po shohim nga njëra anë akuzohen për grup i strukturuar kriminal, nga ana tjetër hetohen në gjendje të lirë. Shohim të tjerë që akuzohen për vjedhje, përdorim fondesh edhe të Bashkimit Evropian, dhe nga arrest me burg kalojnë në arrest shtëpie. Çfarë po ndodh? Kemi parë qytetarë që janë arrestuar se kanë riparuar kotecin e pulave. Ndërkohë, individ të tillë sepse Partia Komuniste apo dikush tjetër që kërkohet nga SPAK, ndërkohë fluturon nëpër Francë si patkeq. Partia Komuniste ka një manual të qëndrueshëm. Çfarë do të thotë? Qëndrimi i manualit është që
politikat penale i bëjmë për të tjerët dhe jo për oborin që na rrethon në momentin që e përdorim. Në momentin që oborin që e përdorim nuk na nevojitet më, fillojmë dhe selektojmë edhe i largojmë nga detyra, i flakim për shembull, i degradojmë, i degenerojmë si individ, duke përdorur instrumentin e normuar në ligj, prokurorin, që të filloj ajo të bëj punën që në sy të publikut të duket shikoj që diçka e pavarur është, që nuk është kaq shumë problemi i madh prapë se u përbën. Pastaj gjykata jep vendime. Pastaj gjykata e jona është kur ti ke ndërtuar në mënyrë të palishëm dhe një qytetar i thjesht të rras në burg ose në Biruc, ta kuptoj shqiptari këtë gjë. Kur janë këta i fusin për shembull në një situatë notariale, që do të thotë po je i yni do rish 2-3 kohë aty, pak kohë atje, edhe në momentin e caktuar, pse jo mund të lëshojmë nga burgu, pse jo mund të bëjmë një pakt tjetër, mund të kalosh në kushte më të mira në burg, të kesh burgun si hotel. Pra, janë ngjarje që ndodhin her pas here dhe ne kemi parë se si banda kriminale kanë favorizime në përburgje dhe se si qytetarë të thjesht që kanë bërë një gabim të vogël, shkojnë në burg dhe mbeten aty dhe i harrohen edhe në burg. Pra, ne kemi parë shumë mirë se manuali është shumë i qartë që ku kemi të bëjmë me zyrtarët e Partisë Socialiste, ata kanë një tjetër qasje të trajtimit brenda burgjeve, por edhe drejtësia në kuptimin e saj gjyqësori, që në momentin kur duhet të duket që godasim opozitën, por tani duhet godasim edhe veten, pra gjykata duket më e egër në sy të publikut, që shiko, ju mos qani që Berisha dhe Meta është në procedim penal, sepse edhe këtu kemi edhe këta të tjerë që janë po në të thuajse në të njëjtat kushte dhe në të njëjtat akuza dhe janë në burg. Pra, do të thotë që situata është e tillë krijuar që në çdo parti politike e krahut të majt dhe Partia Komuniste, në gjithmonë sa herë ka qeverisur edhe brenda vendit, por edhe në mentalitetin e tyre e kanë të tillë që të normojnë ligje, që të tregojnë që kur qeverisin punon më shumë prokuroria, po nuk punon prokuroria për të arritur objektivin, po punon prokuroria për të ndihmuar pushtetin e Partisë Komuniste që është në pushtet në atë kohë, për shkak se duhet të krijojë statistika penale që të kënaqet opinionin publik, që në moment erdhi ky moment që të merret hakmarrje ndaj atyre të cilët kanë abuzuar. Por e vërteta është që drejtësia jepet nga gjykata dhe nuk jepet nga prokuroria. Por ne afërmendësh, se fjalia afërmendësh nuk është një gjë e kot. Do ta keni parasysh, nuk është se dikush lajthiti edhe shkoi përpara aty për të krenuar. Se ka njerëz lajthisin edhe krenohen kot. Ka njerëz që ka hyrë vetja në qev edhe prefin shumë atë lapsin. Por e vërteta është ata do bien tek lapsi i tyre një ditë, por në momentin që ai e thot fjalin afërmendësh, don të tregojë tek gjyqtari që don të marrë një vendimarrje në raport me kushtetutën, me raport me të drejtat e njerëzit, i pavarur, pra të jetë pothuajse në kuptimin i lirë, në kuptimin e asaj që ai do të shprehë në vullnetin e tij, në mendimin e tij se si do ta artikuloj apo do ta shkruaj në përmbajtjen e vendimit, të jap një vendimarrje të drejtë. Por kjo gjë nuk ndodh, sepse pikrisht zoti Dumani shkoi qëllimisht të thoj përpara Këshillit të Prokurorisë që afërmendësh gjykatat vendosin si themin e pse, sepse gjyqtarët aktual, një pjesë e mirë e tyre janë në pegmarrje të Spakut, sepse vetë Spaku është një institucion që turp të vijë atyre që ka normuar, që vetëm kontrollon të gjithë të tjerët dhe askush nuk ka të drejtën të bëjë kontroll te Spaku. E dini ju këtë apo nuk e dini? Po patjetër që po e dini. Pra, kjo është e papranueshme që kanë bërë pikrisht edhe këta të cilët janë sot në dyert e Spakut, që vetë kanë votuar. Nisma Gjafaj në lidhje me këtë çështje, çfarë ishte në gjykimin tuaj? Për mendimin tim, këto nismat nuk kanë fare vlerë, sepse përderisa ti e ke normuar në kushtetut, patjetër të duhet edhe ndihma e partisë më të madhe opozitare që aktualisht është Partia Demokratike. Kjo nismë ishte thjesht nisëm që unë të tregoj rrugën, destinacionin, por puna është që unë kam mundësi të kap nëpërmjet ligjit. Tani rasti zotit Gjafa për mendimin tim ishte thjesht edhe është thjesht një moment që përpunohet në të ardhmen se si të bën ndryshime kushtetuese dhe ligjore që të vinë në harmoni me atë që edhe unë them vazhdimisht, po nuk mund të ma thotë do të Gjafa këtë gjë kur vetë ka bërë normimin që Spaku kontrollon të gjithë të tjerët
edhe nuk kontrollohet nga dikush tjetër. Këtë nuk mund ta thotë dot Berisha mua që spaku që ka i keq se kontrollon të gjithë të tjerë dhe nuk e kontrollojmë dot ne. Në kuptimin kontroll nuk do të thotë kontrolloj çfarë do vendimi do marrësh ti, po të kesh një person lart dhe të thotë, "Ore, ku po shkon edhe ku po bën këtë lëvizje pa kontrollueshme ti? Pse të ke një zyrë ambasade që të jep një vizë për familjen dhe gëzohesh ti se do bësh ëndra për familjen tënde dhe të shkatrosh familjen e një personi tjetër, të shkatrosh buxhetin e shtetit që është interes kombëtar, të shkatrosh stabilitetin politik të vendit, edhe kemi parë në cilën situatë është vendi dhe të lejosh një parti e cila në ta marrësh në statistika ka quar më shumë burgaxhi sa politikan dhe të marrin në 2025 në 83 mandate dhe ti të bësh një task force elektorale kot fare pas një vlerë dhe ajo të marrë ty 83 mandate? Edhe të thuash incinerator që ka krimi intelektual? Edhe spaku me drejtues brahon të njëjtën gjë tha. Është vështirë të hetohet krimi elektoral. Po është i vështirë sepse kur ti krimin elektoral i ke bërë fresk, si do t'i bësh pastaj hetim? Si do t'i bësh ti kapjen e flagrancës? Sepse kur bë fresk tjetrit, dihet që ti je përdorur nga ai, je marr peng nga ai. Edhe një herë, prokuroria e posaçme, nuk është se doli sot, edhe ne themi tani në këto momente, dolën këta të shkretët, edhe tani këta janë kaq shumë të mirë se sa po dolën nga bankat e shkollës, edhe na erdhën ne në sistem. Këta kanë qenë te bankat e shkollës më të rrepta, më të këqija dhe më të pazakonshme dhe ku ka qenë korrupsioni ka qenë super larg. Jo se tani është ulur, po tani korrupsionin e kanë vendosur në një kanal komunikimi ku duan vet ata. Pra, jemi pothuajse në të njëjtën situatë, po thjesht jemi në situatën kur sot ne shikojmë që 20 prokurorë të Spakut dhe disa gjyqtarë të gjykatave të posaçme dhe të zakonshme janë pothuajse në një situatë që vendosin sipas objektivës që zoti Rama ja bën publikisht moralin dhe i çon dhe shkresat që të kuptojnë edhe ata se si bëhet drejtësia. Se zoti Rama, mos mendoni ju se mund të bëjë për shembull vetëm tek qytetarët moral. Ai bën edhe vetë drejtësisë së tij, se përderisa ai thotë, "Kjo është drejtësia ime", ti mos prit nga një gjyqtar që ti pavarur ku ke të bësh me konflikt me pushtetin, ë? Sepse duhet ta sqarojmë të qytetarët, sepse kur kemi të bëjmë një gjykatë të zakonshme dhe ke një gjykatës që ti ke qytetarin e thjesht dhe ke pushtetin e Edi Ramës, ju mendoni se gjyqtari që ka familjen tek avokatura e shtetit ose ka te institucionet e Edi Ramës, mendoni se do jetë në favor të qytetarit shqiptar? Unë se kam pak të gjë. Në rast se keni një model të masjedhin ta shikojmë. Po nuk ka. Gjithë gjyqtarët i ke të pothuajse në pjesën e konfliktit të shtetit e ke në favor të shtetit. Kur të vi ky moment, patjetër pse jo të themi po, një gjykatës kemi të saktë të, po dhe ta themi atë gjykatës që është i saktë dhe i qartë, ka një problem tjetër, se shkojnë gjithë këto ujqrit e tjerë dhe shkojnë edhe eliminojnë tjetër nga pikpamja profesionale, duke i thënë që shiko, do të marrë mas disiplinor, jo kështu jo ashtu, sepse ti nuk duhet të jesh ky model që duhet. Sepse duhet të jesh modeli i kanalit që kemi bërë bashkë. Por problemi është këtu, e gjitha situata e sistemit të drejtësisë fshihet tek gabimet e normimit të ligjit që janë bërë në 2016. Kush krenohet për reformën në drejtësi që të thotë, jo, unë e kam menduar ndryshe, po jo, kjo situata ka ndodhur nga vija dhe këto, është person që nuk meriton mbrojtje dhe meriton ndëshkim, si për Partinë Socialiste, Partinë Demokratike dhe të gjithë këto. Sepse doni t'ju them unë një rast se si duhet të kishte bërë reforma në drejtësi dhe si do ishin kontrolluar gjyqtarët dhe magjistratët, këto gjyqtarët dhe prokurorët me një formë shumë të thjeshtë. Zotëri kishin një autoritet që kontrollonte pasuritë e tyre. U fusi aty, bëri një reformë shumë të mirë dhe s'kishte nevojë që ti të krijoje një SPAK që të kalon kompetencat, arbitraritetin, kalon çdo lloj gjëje të mundshme dhe ti duhet kishe bërë një normim shumë selektiv dhe shumë të sipërfaqësor që mos godisje themelet e vendimarrjes. Për çfarë keni në këtë? E vendimarrjes, po tani do ta them. Për sa i përket vendimarrjes, pse kur një gjykatës shkon përpara 3 qypave ose 5 qypave, edhe ata nuk kanë asnjë lidhje me aspektin e vendimarrjes, të lexojnë kodin penal, kodin civil, kodin administrativ dhe ai gjykatës gjykohet nga disa të cilët nuk kanë atribute as të japin mësim te magjistratura. Dhe ti si qyp i vën ata dhe ata marrin vendimarrje për të shkarkuar disa veta që kanë kaluar nga shkolla e magjistraturës. Pra, vendos një të pa shkollë që të vendosi për ata që janë me shkollë.
Kjo është reforma në drejtësitë amerikane, europiane që mashtrojnë popullin shqiptar. Nuk dim që filtrit... Prandaj këtej kalon kompetencat Shpakut. Spaku prandaj kalon kompetencat. Prandaj te kalon çdo lloj forme dhe në mënyre. Pse? Sepse është normuar se kur unë ta kam me ligj. Pra, kur unë të s'kam dhënë ty autoritet, kontrollo edhe Zotin po ke mundësi, Spaku e bën këtë gjë. Po tani duhet vi një komision, po do t'jetë gjafa, do t'jetë dikush të dali hapër dhe thot, duhet të bëhet një komision që të rishikohet, që të gjitha pushtetet duhet të kenë kontrollin dhe balancën. Nuk mund të kesh ti Spakun, ti bëj çaj do shpirti atij tjetrit se ka bërë një pakt me një ambasador. Nuk mund ndodhi kjo gjë. Se është e vërtet kjo, çfarë bën prokurorët tanë dhe gjyqtarët? Shkojnë në ambasadë marrin viza për familjarët e tyre. Do të hapim statistikë, bëni reformë aty. Gjithsesi nuk ka bëni reformë aty. Thotë është krijesa ime Spaku, kemi po krijesa investuar, thonë. Jo, krijesa e tyre është pse unë marr pjesë tek kur bëhet emërimi i kryeprokurorit. Kemi dëgjuar të thotë Spaku. Jo, unë marr pjesë kur bëhet te KLG-ja, KLP-ja dhe KLL-ja që kanë aty brenda që s'dia se dinë veç çka kanë. Unë marr pjesë, o dati ta çan këto që se din. Këta nuk kanë shkelur një ditë në sallat e gjyqit më. Nuk e din, këta nuk e din çfarë është kodi, më çfarë është procedura. Pse nuk e din? Sepse ne kemi gjykatës të cilët nuk din disa gjëra dhe duhet mësojnë, po të paktën mësojnë. Këta në normimet e ligjit shkruajnë edhe i penalizojnë. Si ti sot do thuash për një gjykatës që është i mirë dhe një prokuror do thuash është i keq, kur ti ligjin ja ke bërë të keq. Sepse këtu buron ku? Nga ligjvëndësi. Prandaj them, nuk mund më dali mua nesër Rama të më krenohet ose të më shaj Spakun, se nuk e bën dot drejt për së drejti. E bën ndryshe. Dhe Berisha nuk mund thoshte përgëzoj sepse që ka tabela amerikane europiane dhe kur të erdhi te shtëpia që ka e keq Dumani. Po, jam dakord që Dumani po i ka hyp vetën në qef dhe e ka pref shumë lapsim. Jam dakord unë për këtë gjë. Por puna është që ti zotëria ke bërë me normim ligji që ai të jetë kaq shumë i fortë. Se t'ja bësh ti normimin e ligjin ashtu si duhet, ta them unë ty, a është Dumani apo dikush tjetër më i fortë se ligji. Kaq të fortë ndjehen në mendimin tuaj, gjykimin tuaj edhe pasi qytetarët e kanë zhvendosur protestën e tyre edhe para institucioneve të drejtësisë. Aktualisht të gjithë janë të dobët momentalisht, pavarësisht se ekziston ligji, sepse populli ka dalë në rrugë dhe ka thënë Spaku vegël qeverie. Kjo tregon qartësi që Spaku ka provuar tek ai popull që ka dalë pas një imunitet, po të them pas një imunitet, pas një mbrojtje, ka dalë aty tek. Pra vet i treguan Spakut, KLG-s, KLP-s, të gjithë institucioneve që na erdhën me eksperiencë amerikane o kështu me radhë këto, dhe i thanë që ju kanë ngecë reforma afrikane, sepse e vërteta është që ju këtu nuk keni dhënë asnjë kontribut për të eliminuar korrupsionin. Jeni bërë vegër e keq qeverisës së Edi Ramës, jeni përdorur nga Edi Rama dhe në fund fare ju i keni shkaktuar buxhetit të shtetit shumë dëm të madh. Doni t'ju them dëm të madh, rasti Gëllçi. Po të shikoni, rasti Gëllçi është mesazh për kundër atyre reformatorët të cilët janë të pamëshirshëm dhe bërë një reformë koti të drejtësisë që meritojnë ndëshkim dhe ndëshkimi i tyre duhet jetë i pa parashikueshëm sepse duhet kuptojnë që një ligj ku normohet për interesin publik. Dhe balanca dhe kontrolli duhet jetë mbi ligjin, sepse duhet shikojmë që njeriu që komandon dhe përdor dhe abuzon me ligjin duhet të marrë meritën dhe të ndëshkohet. Ju e dini që një prokuror në rast se buxheti i shtetit nuk dëmtohet, në rast se i dalin të gjitha hetimet në fund fare nga gjykata europiane, nuk dënohet. Një gjyqtar nuk dënohet. Si do t'ja marrësh pasurinë atit kur ai e ka të ligjshme? Kur ka shkel detyrën e tij? Nuk ekziston në ligj kjo gjë. Pra do të thotë që ne ato nuk kanë sekuestruar pasurinë e pa justifikuar pasurinë të ligjshme që... Jo, nuk jam dakord me ju për këtë gjë. Pasuria sekuestrohet, konfiskohet kur ka prova, sepse unë dua të sekuestroj ty pasurinë, sepse dua të abuzoj me ligjin, kjo nuk është e drejtë. Por pse i themi këtë fjalë? Pasurinë e pa justifikuar. Një sekond. Ku e din ti ku është e justifikuar apo jo? Për shembull, në rast se dikush është bandit për shembull, dhe ai person ka bërë sipas ligjit.
pastrimin e parave. Po për shkak se ka qenë dikur I dënueshëm, presuppozohet që ky ka bërë të gjitha të pandershme? Është si puna e ligjit të dekriminalizimit. I e kapur dikur për emigracion ose diçka jashtë shtetit dhe ty tani kjo gjë të trashëgon gjithë jetën tënde. Po njeriu I bën I ve kapitullit jetës vetëm për disa raste. Jo, duhet ta deklarosh. Një sekond, Minimalisht një sekond. Le tani këto janë ligje kodi që vendosin këta, edhe këtë ligj dekriminalizim, ligj kodi ishte. E di pse e bën ligjin e dekriminalizimit, t'ia them tani që I normuan. Këta ç'a bërën? Gjithë kodin e tyre, fushatave, I bëshin me banda kriminale. Më kupton? Dhe erdhi momenti që bandat tani filluan, dolën jashtë shtetit pas 2008, sa kupton? Dhe u arsimuan, bërën punën e tyre, erdhën në një moment familjar. Dhe tani këta thanë, ta harrojmë të shkuarën tonë, dhe tani po I futëm edhe politikës. Se vetë politika I tha, hajdeni ta ndihmoni për vjetër. Po, hajde tani I thot politika, hajde tani më lidhin vota për mua. Ai thot, ore, po pse unë punoj për këtë X-in, po vej vetën ti me deputet. Ju e mani me lista atyre 2013 që gjithë deputetët ishin biznesmen, pa përjashtim. Mirë, pa akuzuar asnjëri. Pra do të thot që kur erdhi ky moment, këta të mëdhejt thanë, ore, më fal tani, këta tani do na marrin pushtetin, do na heqin punën. Bëjmë këtë ligjin. Bravo. Se I themi ju pengon ky ligji. Rama, Berisha, Meta dhe kush tjetër ishte në kohën e atëshme kur normu ligji dhe bërën ligjin e dekriminalizimit. Tani, ligji dekriminalizimit I oqi të gjithë pothuajse që ishin të përfshirë, si edhe një aksident kishe bërë jashtë shtetit dhe mos ta kishe deklaruar, quhet se ti paske abuzuar me formularin. Po. Dhe ç'a bërën këta? Në 2013 që do vishin në pushtet, vjen 2015-a, I futën të gjithë këta në lojë, bandat. Dhe fut fare I thanë, më fal, po na detyruan ndërkombëtar se na tha që I qekin shumë bandit në politikë. Më fal, kush I futi këta banditët në politikë? Po dhe çdo justifikim aty shkon, Po kush I futi? Unë I futa. Evropian ose Po rekomandimi edhe te reforma territoriale. Është Bashkimi Evropian, po do shkojmë Bashkimin Evropian. Edhe te kodi penal, do shkojmë te Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian nuk futet në çështjet e brendshme. Bashkimi Evropian futet te direktivat, në rast se direktiva e përcakton. Jo e thot zoti Mazniku se ndoqa atë edhe thoshte jo Bashkimi Evropian këto gjëra. Edhe një herë, po është Bashkimi Evropian, le të vi këtu ta normojmë ligjin. Bashkimi Evropian nuk ka sovranitet dhe nuk I imponohet sovraniteti. As ka vendosur kushte në fakt për reformën territoriale. Po nuk ka vendosur, këta janë mashtrime. Kishin pak më parë një zotrinjohës të mirë të legjislaturës edhe përvojave të Bashkimit Evropian. Po mirë, me që I dëgjojnë kaq shumë ndërkombëtarët, ka patur eurodeputet, ka së fundmi dhe një reagim nga Departamenti Amerikan I Shtetit, zhvillima për protestën, për t'i dëgjuar qytetarët, si një prioritet që duhet jetë I çdo qeverisje të shëndosh. Tani shëndosh. Kush qeverisje është shëndosh? Se tani mos më ngatroni gjëra. Edhe një herë, kur qeverisemi nga arroganca, shëndeti I qeverisjes nuk ekziston. Sepse arroganca përcjell konflikt vizual dhe fizik. Pra mentaliteti I një arroganti nuk sjell kur mbrojtje, sjell konflikt dhe sulm. Pra do të thotë, unë nuk e di se si I studiojnë këta, nuk e di se si dalin në raportet e tyre, unë e vetëm gjë që di është që situata që jemi sot tregon qartazi të vërtetën në terren. Në rast se më dalin me raportet për mendimin tim sjellin një ngjarje ose një fakt I cili perceptohet në mënyrë të përgjithshëm dhe abstrakt dhe nuk është konkret. Është si puna bën një eseti dhe tek eseja thuaj edhe çfarë do shpirti ty, po në përmbajtjen e fundit do të japësh rezultatin. Por raporti thot për gjëra të përgjithshme, pra ju avanconi, ju e hecni, ju do bëni namin, ju do bëni atë, po në fund fare konkretisht tek qytetari që e prek gjën, e merr, si e merr, cilësore, jo, ka pra shërbimi që merr ka pasojë si e diçka, pra do të thotë që kërkon shumë punë. Ne nuk mund të merremi as me raporte, as me ambasador. A është ambasador italian, a është ambasador grek, a është gjerman, a është francez, a është taliban, a është çati do shpirti vet, ai punon për interesat e vendit vet. Tani ne jemi në disa aleanca, por kjo nuk cenon dot sovranitetin ton se si nesër do normojmë një ligj, por
ajo çfarë duhet thotë? Do thotë që kriteret minimale ne, për shkak se jemi pjesë të Kovendave, nuk mund t'i cenojmë. Këto gjëra na i kanë thënë raportet, na kanë thënë raportet që sot kemi 2 tigra në Vlorë dhe nuk mba asnjëri përgjegjësi. Na kanë thënë raportet që disa ambasadorë... Tigra duan para të tjera për të mirëmbajtur mos prodhimin e energjisë, pra miliona që janë hedhur për tecet lundruse që s'kan prodhuar 1 minutë energji elektrike, tani një 20 milion euro të tjera për të mirëmbajtur ato tigrat që s'kan prodhuar asnjëherë energji elektrike. Asnjëherë, dhe duhet të kesh parasysh diçka që e kemi thënë edhe përsëri nuk na dëgjojnë, dhe shqyr që nuk dëgjojnë edhe partitë opozitare të cilët kanë akses parlamentar. Zotëri, ke raportin e Këshillit të raportit të kontrollit të lartë të shtetit. Ty, si opozit, është gjëja më e bukur që ta marrësh atë raport që del vit për vit, ti bësh një analizë atij raportit dhe të dalësh me denoncime konkrete, sepse po ti thot një institucion... Po SPAK-u e merr SPAK-u raportin e KLSH-s? Prandaj duhet ta them këtë që të dalë te SPAK-u, se aty do të dalë pa merak. Por puna është këtu, që ti ke këtë institucion. Kushtetues. Po, mua më vjen shumë çudi. Janë 54 deputet nga pjesa opozitare dhe pothuajse nga këta 0 e nderuar. 0. Njëri prej tyre nuk ka. Leça thënë, Këshilli i lartë këto me radhë, janë mashtrime, me prova. Aty ke me prova. Kontroll, zotëri. Opozita ka bërë denoncime zhëllima. Të japun denoncime ty që i sjell nga grupi socialist, sepse du ta e kokën e tjetrit. Kjo quhet... Janë denoncime me rekomandim, po thonë. Po çfarë janë ti? Po ti çfarë mendoje kur u bë rasti i Veliajit që dolën aty Kelliçi dhe të tjerë 100 herë atje dhe pastaj iku Velia çan mbaroi korrupsion në Bashkinë e Tiranës? Ishte Velia dhe bënte korrupsion aty. Tani s'bëhet korrupsion, Tani që e komandon Rama, si bëhet korrupsion? Mund të ma thot dikush? Velia është prapë kryetar bashkie. Kush, tallesh tani me mua. Unë duke qenë ministër drejtësie dhe duke komanduar kështu burgjet, Rama, pra Velia është kryetar bashkie. Tallemi tani apo nuk tallemi? Tani dihet kush është kryetari i bashkisë, ashtu siç bëri te sheshi, bëri një fakt konkret, na tregoi çfarë që kush na punojësit është me Veliajn e prevan në BES. Pastaj shkojmë te ajo platforma BES-s, prandaj ta thash emrin BES. Pra, këtu është problemi që si iku Velia, po pas Veliajt erdhi Rama. Pra mbaroi korrupsioni. Mbaroi kontrolli. Mbaroi gjithçka. Prandaj them që duhet të kemi edhe diçka shumë të qartë te qytetarët, që po të bëjnë në opozit, patjetër të bëjmë kontroll parlamentar, patjetër të bëjmë denoncime, po në ana tjetër të bëhet edhe një frymëzim tipit qytetarët që këtë denoncim, sepse unë e shikoj tek opozita në tërësi këtë gjë. Vendosin emra të disa individ, të cilët nuk janë bandit për shembull, po kanë një emër në një zonë dhe i bën një dëm kaq shumë të madh qytetarëve që kur qytetari thot Gylseni është kokra e banditit, qytetari nuk do më shikojë mua si kur jam avokat. Thotë, ky është band. Ça, un kam frikë tani. Ça? Ky do vit më jap, do kërkoj votën. Një sekond, do më kërkoj votën. Jo, do më kërkoj votën, thotë, ky që ka bandit. Pra, këtë gjë që i bëjnë vetes tyre është e pa imagjinueshme. Dëgjoj Berishën unë që thotë, ky është bandit, ky është kështu, ka ashtu. Po ai njeriu jot që do të marrë votat e ajo zona që ky që ka bandit. Ti për çfarë po i thua? Për t'i ngret atit emrin? Që ka bandit? Ne e dim shumë që është bandit. Pra është reklam, thoni ju. Po është reklam, ku të jap emrin që ti je bandit edhe mos ti je bandit, ai do thotë unë jam bandit se më bëri Berisha bandit. Po kë ka bërë Berisha bandit që s'është bandit? Në kuptimin, jo edhe një herë. Jo se Berisha shumica e denoncimeve që ka bërë i kanë rezultuar të vërteta. Jo se Berisha shpif, se ato i kanë rezultuar të vërteta, edhe kur ata thonin që nuk janë të vërteta. Por, momenti që ne në gjuhën politike shqiptare, çdo gjë që është kundër matan, duhet jetë bandit, duhet ta korrigjojmë se si do vish në pushtet, po thet që të gjithë që kanë bandit atë, se bis shqiptarët nuk janë të gjithë bandit. Si po ne mund të themi që Partia Socialiste janë bandit. Kush e kuptoi, e kuptoi. Ata që se kuptojnë, le të shkojnë të humbin edhe nxjerrjet e radhës. SPAK-u pse nuk i merr seriozisht raportet e KLSH-s? Pra, sepse pikërisht SPAK-u nuk mund të shkojë kundër orientimit të pushtetit të Ramës. Të partisë në pushtet. Po, sepse po tani, më fal, ju mendoni se SPAK-u komandohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. SPAK-u abuzon
në kushtetutën e vendit dhe është në shërbim të Partisë Socialiste dhe zotit Rama. Do t'ju them vetëm diçka shumë të thjeshtë ta sjell si shembull. Ju e mbani mend sa e Rama thoshte një emër, o shkarkonde dhe pas një kohë caktuar shkonte Spaku dhe e procedonte penalisht. Dhe lind pyetja tjetër, pse ti e kishe dosjen aty dhe e zvarrisje dhe nuk e nxirje në momentin e dur. Pra, mua për zonjën Balluku nuk më intereson fare të them vërtetën. As kënaqem, pas më vje keq. Por ajo që më çudit tek dosja e saj është pse Spaku duhet ta zvarriste kaq shumë procesin e saj. Talente si zëvendës kryeministre, zgjedhje 2021-shin, zgjedhje 2023-shin, zgjedhje ku kishin të pjeshme, zgjedhje 2025-shin. Dhe për të gjitha dosjet në fakt ka zvarritje, nuk është po pse ka? Sepse ata lodhen shumë dhe si dalin statistikat dhe si dalin rezultatet e veprës penale, pra do thot ka paftësi. Doni t'ju sjellim një shembull tjetër të koherent. Sot zoti Beqaj doli nga burgu. Arrest shtëpie. Pa arrest shtëpie. Çfarë tregues ishte kjo? Që zoti Beqaj u bën një puç të brendshëm politik. Çfarë? Unë mund të them që ai mund të jetë ashtu ose kështu është më radh, po kjo është opinion. Por ju nuk mund të sillni një ngjarje të fundit. Zoti Shabani si u bë avokat i popullit me votat e Partisë Socialiste. Si u fut në politikën shqiptare zoti Shabani, duke promovuar se bër një kallëzim penal. Për çfarë bëri? Për shëndetësinë. Po ju e dini që njerëzit kanë dy gjëra emocionale, edhe sidomos shqiptarët, shëndetësinë dhe arsimin. Investojnë për të dyja, po kanë një diçka, investojnë për fëmijët edhe për veten. Por kur ti akuzon dikë për shëndetësinë, emocionohet populli. Dhe si ishte targeti i zotit Shabani për të dalë në politikën e asaj kohe që kallëzoi zotin Beqaj? Kallëzimi penal për një institucion të ri dhe u fut në qarkullimin më shumë të politikbërjes. Dhe sot ty të faktohet që ky ish ministër u fut në burg për një PPP ose më tendera të Bashkimit Evropian, nuk u fut në burg për sa i përket sterilizimit. Mirë. Pra për parat tona jo, për parat e Bashkimit Evropian. Po fute, pra aty emocioni që ka lart, pra bursat ne lajthisin, pra daj presin prente që të mbyllen. Se ligji funksionon bazë të emocionit, ë? Pra, dhe mënyra se si zoti Shabani u bërë avokat i popullit me votat e Partisë Socialiste, kur ai nga ministër shante Berishën dhe Ramën, shante, sa i shante, ju si ne që bëjmë kritik, a i shante Berishën dhe Ramën, unë s'kam shajt Berishën dhe Ramën hajdut. Po, këtu duhet i shash këta, që të bëjnë edhe deputetet, të bëjnë edhe avokat popullit. Doni të bëjni deputeti Jo, them, puna është se si është rasti. Zhlima, tani shaka është gjysma e vërtetës. Po të kandidoj për deputet, pse jo mos të kandidoj? Ose antar Këshillit Bashkiak, pse jo? Për kryetar bashkie, pse jo? Pse kush kanë? Vetëm ata kanë ekskluzivitetin të marrin kallëzime penale, edhe të përdoren, edhe të mashtrojnë popullin shqiptar, edhe duke i thonë që Saliu hajdut, Rama hajdut, ky hajdut, edhe në fund fare nga këta hajdutët shkojnë bëjnë edhe avokat populli? Mua më keni parë se ma i dut në njërin? Qartë. A i tha, po ata profitojnë në zojnë. Kjo është fakti. Nuk është të them. Zhlima, si e parashikon tani gushtin, pra protesta në muajin e tretë, shkojmë në shtator, çfarë pritshmishke? Tension. Tension, besoj edhe grada shumë të larta. Temperatura nami do bëhet. Dorëheqje duket gjykundin në gjykimin tuaj? Shiko, për mua politikisht në rast ta sjellim si një pra nga ana e ekspertimit duhet të të kishte dhënë dorëheqjen më përpara. Ai mos ta japi dorëheqjen, pse? Djegjet e teserave tani jo, mos ta japi, akoma mos ta japi, sepse çka kemi thënë këtu? Sa më shumë ai tregonet arrogant, aq më shumë rritet urrëtia për të dhe Partinë Socialiste. Tani, po nuk ike ashtu siç vin ato rrugët që duhet vinë. Është i sigurt që i ka ato votat që pretendon se i ka marrë në zgjedhjet e fundit? Po te reforma territoriale çfarë po bën? Po i sjell qëllimisht i bashkon bashkit që të bashkoj votat, pra reforma territoriale nuk është për efekt pra shërbimit të shqiptarëve. Po është për efekt elektoral, sepse ai ka parashikuar që mund të vijë edhe në një goditje tjetër, po kjo goditje nuk vjen për shkak edhe duhet ta kujdesim këtu, që Spaku është i paanshëm, i pavarur dhe punon, shiko, nesër arrestojnë Ramën, Ramën e procedojnë, e kupton, janë me të vërtetë të huajt dhe këto janë mashtrime, sepse këtu ka ndodhur diçka.
Rama dhe mënyra se si ka keq qeverisur dhe nuk quhet qeverisi, quhet keq qeverisje, si në aspektin institucional të pushtetit që ai komandon, por edhe të normimit të ligjeve që ai ka bërë një gabim që në çdo normim më ka menduar që si t'ia fusi atij tjetrit dhe ndërkohë nuk e din që dikush tjetër do vitë që t'ia fusi edhe atit. Sepse është rotacion kjo, pra është gropa, bëje gropën tjetër, shko futesh vetë pastaj, sepse dihet janë disa fjali popullore të cilët në politikën shqiptare nuk konceptojnë dot, sepse kur ti je në maj nuk e kupton, sepse ti thua, jo unë jam i pastër, po asnjëherë në politik nuk mund të thuash që ti je i pastër. Pse? Sepse ti mund të jesh angel, ti mund të jesh në të gjitha anët ti jesh i bardhë totalisht, por ama ka një gjë, politika është gjëja që ka konflikt më të madh dhe prandaj në kohën e lashtë u vendos imuniteti. Imuniteti nuk u vendos që të jetë në kuptimin që deputeti të mbrojë ose ministri lekët e padeklaruara. Por imuniteti është që ai kur është gjatë detyrës edhe gjatë kohës kur menaxhon një situatë dhe një krizë, mos jetë në pensionin e pushtetit gjyqësor, që ai pushtet mund të jetë në një interes të një ambasade. Dhe këtë gjë kush e ka bërë dëmin e këtij vendit shumë të madh? Politika aktuale shqiptare, që i thoshte shqiptarëve për integrimin evropian, dhe ti sot ku shikon na një kryetar KLG e KLP është për të qeshur, sikur të shikosh ti në Bashkimin Evropian, të thot një kryetar për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Vetëm ministri e thot integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe vetëm një person i cili ka atributet që merr nga sovraniteti, që është përfaqësuesi i tij, flet për lidhje diplomatike dhe ndërkombëtare dhe jo krye polici, jo krye prokurori dhe jo KLG-ja dhe as KLP-ja. E kupton çka kanë bërë këta politikanët të cilët na dalin dhe na qajnë nga mjesi deri në darkë edhe na thënë që fajin e kanë të tjerë, ku ndërkohë vetë ja kanë dhënë këtyre atributet që të bëjnë edhe ministrin dhe të bëjnë edhe përfaqësuesin jashtë shtetit. Pra duhet kuptojmë që ndajnë kufit, prandaj kanë te kaluar kufit ata prokurorët e Spakut, po normale, sepse kur del ti edhe thua për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, o shoku ti je për të marrë në dosjet, jo në Bashkimin Evropian të Shqipërisë o shoku. Kandidaturat, se kanë filluar kandidaturat tani për prokurorin e përgjithshëm. Prokurori nga Spak shkon tek prokuroria e përgjithshme, pse? Po çfarë është prokuroria e përgjithshme? Asgjë nuk është. Ka ikur funksioni i prokurorisë së përgjithshme. Ky është e gabim që kanë bërë këta. Në vend që Spaku të kishte strukturën që ka aktualisht dhe kryeprokurori i përgjithshëm të kishte lidhje mbi librin që një prokuror mos lajthisë dhe të bëjë veprime, këtë gjë bërën këta që ja futën vetes. Dhe nuk e them që ja futën vetes për të shpëtuar veten nga burgu. Jo, është ja futën vetes sepse ja futën sistemin ton institucional. Çfarë do të thotë? Që ti kishe në KPA njerëz të cilët nuk meritonin të kontrollonin disa individ. Sot ke njerëz të cilët kontrollohen nga disa individ që nuk mund të kontrollohen. Që nuk i kontrollon dot askush. Po. Tani kush nga këta të dy abuzon? Ai që kontrollohet apo ai që se kontrollon askush? Në Shqipëri mund ndodhë që ky që kontrollon mund të jetë më i fortë se ky që nuk kontrollohet. Tallemi tani apo jo? Në Shqipëri ndodhin këto gjëra. Pra, edhe një herë duhet i themi qytetarëve, mashtrimi që nesër mund t'i bëhet se ne shkuam edhe te i gjati, do shkoj vetëm për një fakt, sepse do përplasen pushtetet, do përplasen interesat, dhe vjen momenti dhe jemi në këtë fazë, përplasje interesash dhe në momentin që po patjetër pse jo, ku bë gropën të tjetër do shkosh edhe ti, është taksative. Në rast se ti nuk din të mbrosh veten tënde, ju e pat çfarë bëri Banka e Shqipërisë. Tha guvernatori, tha, do imunitet. Po mirë, si ka mundësi ti japësh pavarësi nga pushteti ekzekutiv? Ku e ka tani pavarësi tani? Pavarësi nga pushteti ekzekutiv, po kështu e argumentuan. Mos më bën ju lutem të bëj revolt. Tani ky bankeri kërkoi imunitet. Më fal, unë të them ty, në sy të shqiptarëve, jo deputet duhet të ketë imunitet për mua. Ministri duhet të ketë imunitet. Institucionet të jenë të forta. Gjyqtari të jetë i fortë. Në rast se ka prokurori një dosje të dobët, në kokë t'ja hedhë gjykatëse. Në kokë dhe mos quhet vepër penale. Këto janë institucione. Jo institucione merr njëri merr tjetrin. Okej, këta që kanë përdorur këto që kanë përdorur gjithmonë këtë narrativën e tyre merr me telefon edhe bë punë.
sot që janë në një val një situatë të vështirë, e bën më punën ashtu siç ishte? Se bën. Jo sepse nuk e bën për shkak se kanë frikën. Ka ndryshuar kjo gjë. Po nuk e bën sepse humbën pushtetin. Po kjo nuk tregon që humbja e pushtetit i bën ata më të dobët, më të fortë. Sepse ka kanale të tjerë që këta kanë krijuar që mos të humbin linjën e tyre me pushtet në mëparshëm. E kupton? Si rregullohet kjo? Duke u tallë, duke bërë reforma dhe në fund fare nuk është dhënë produktiviteti që duhet nga një reformë, se reforma nuk mund të jetë vetëm teorike, duhet të jetë edhe praktike, pra e prekshme. Qytetari kur ta marri, ta kuptojë dhe të ndjej dhe frikën, por edhe gëzimin kur merr një vendimarrje në favorin e vet. Pra, duhet kuptuar të gjithë së bashku, politika shqiptare ka dështuar në disa forma shumë të rënda për stabilitetin e vendit, për qëndrueshmërinë të organeve shtetërore dhe kushtetuese, dhe është momenti për reflektim. Protesta e majit, qershorit, korrikut, gushtit edhe në vijim është një mesazh për Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, të gjithë politikanët të klasës politike të reflektojnë që sepse situata është më keq se sa duket, qytetarët shqiptar presin zhvillim ekonomik, nuk presin më justifikime, kush justifikohet sigurisht meriton ndëshkim dhe uroj që kjo protestë ndëshkimin ta përcjelli përmes kutisë së votimit dhe jo vetëm në shesh. Në zgjedhje të lira dhe të ndershme të barabarta. Tani futu në sistem dhe godit brenda sistemit. Tani mos më rri jashtë dhe për shembull si është unë jam avokat, s'më pëlqen vendimi gjyqësor, them le s'ka problem, nuk do bëj ankim. Do ta ankimoj. Ajo është rruga. Si do imponojmë është metoda, është manual që do përdoj brenda sistemit. Tani do vinë zgjedhje lokale, do kandidoj unë për shembull. Kisha për qeverinë teknike zhvilluar, se është kërkesë protestiuese. Qeveria teknike prap do kalojë në parlament. Unë po të them këtë për sa i përket, kandidoj unë për antar Këshillit Bashkiak. Ai është sistemi, i ke lista të mbyllura, s'ke ç'a të bësh, ta ato lista do punosh. Pra, e vërteta është që brenda sistemit do futesh të godasësh sistemin. Po ne te jashtë sistemit, edhe sistemi s'ka ç'a të bëjë. Pushtetin e rrëzon pushteti. Thot Ana Arendt mbi revolucionin. Ka shumë të drejtë thuaj, se librat nuk janë shkruajtur kot. Faleminderit dhe ju përftesëm. Falënderime edhe për ju zonja dhe zotrina Ndoqët.